ndërkohë dua t'i uroj mirëseardhjen, sepse kam në studio për herë të parë, duhet thënë. Ivi Roj, Sipërmarrës, përshëndetje, mirëseardhje, kënaqësi që je me ne. Faleminderit për ftesën. Nga Vjena. Nga Vjena. Edhe pas samitit të diasporës, për cilin do të flasim, edhe për rëndësinë që ka organizime, evente të tilla në kryqëzimin apo në marrëdhëniet absolutisht mes Shqipërisë dhe atyre të cilët jetojnë jashtë. Po, absolutisht, unë kam disa kohë që jam përfshirë në këtë sistem, pasi jam pjesë e Startup Albania dhe e programit Plug and Play, dhe ka një farë kohë që jam përfshirë në këtë sistem, pra, dhe në këtë fuzion të bukur midis diasporës dhe sistemit këtueshëm. Absolutisht, po. Këtë ndërveprim. Absolutisht, po. Ndërkohë, do të na bashkohet në një komunikim të drejtë për drejtë edhe zoti Besar Dreshaj, kryetar i lidhjes bizneseve në Kosovë. Përshëndetje dhe faleminderit për kohën. Përshëndetje, është rasti çdo herë kemi mysafir juaj. Zoti Dreshaj, dua ta nisim pak bashkë. Tirana ka mirëpritur samitin e diasporës. Sa i vlefshëm ishte ky samit dhe organizimet të tilla, sa ndihmojnë në forcimin e marrëdhënieve ekonomike midis Shqipërisë dhe Kosovës? Po, ishim prezent edhe ne si lidhje e biznesit të Republikës Kosovës, me gjitha përfaqësitë tona që kemi edhe në pushtetet e tjera të diasporës. Kështu që samiti ishte në nivele të jashtëzakonisht të lartë, ishte i mirë pritur nga ona e diasporës, sidomos nga ona e bizneseve qoftë Kosovës, por edhe diasporës të përgjithësi ishin pjesë e atij samitit. E përgëzoj Republikën e Shqipërisë për një organizim dhe një organizim të tillë i cili ishte jashtëzakonisht rëndësishëm të veçantë në aspektin e sidomos të ekonomisë. E mbi gjitha i mbledhit të gjithë bizneset e trojeve shqiptare dhe të diasporës shqiptare për të bashkëpunuar dhe për të koordinuar që investimet e tyre të bëhen së bashku me ta, qoftë në Shqipëri dhe qoftë në vendet e tjera kur flitet shqip dhe ushqet dhe punohet shqip. Ju keni pasur një takim të përbashkët, pra gjatë punimeve të samitit keni zhvilluar një takim të përbashkët me përfaqësues të bizneseve nga Maqedonia e Veriut, Mali Zi, po ashtu edhe Shqipëria, si një vend pritës. Çfarë u diskutua në këtë takim? Po ne biseduam me gjitha shtetet e regionit, sidomos por edhe me bizneset e diasporës. Njëkohësisht u takuam dhe biseduam edhe me përfaqësues të institucioneve, duke filluar nga kryetari i Kuvendit të Maqedonisë, nga kryeministri i Shqipërisë, nga zavetës kryeministri i parë, ministri i jashtëm i Shqipërisë dhe nga ministri i zhvillimit ekonomik dhe njëherë edhe zavetës kryetari i Kuvendit të Malit të Zi. Biseduam për organizimet e tilla dhe forume dhe tërezat e tilla me bizneset e këtyre vendeve, biseduam për lehtësimin e barrierave të cilat eventualisht kanë mbetur mes këtyre dy vendeve, sidomos Kosovës dhe Shqipërisë, por mund të themi se dita ditës edhe çdo vit po shkon duke përmirësuar të bëret biznes dhe shkëmbime tregtare mes Kosovës dhe Shqipërisë. Pra, ishte jashtëzakonisht një organizim i mirë, ishte fryt dhënës për neve që ishim pjesëmarrës aty dhe shfrytëzua mundësitë që të organizohemi edhe të takohemi të bashkëbisedojmë në përgjithësi. A kishte, le themi, iniciativa, Ivi, do më lejosh që të japim shumë fokus zotit Dreshaj, duke qenë se do të kemi mundësi që të diskutojmë edhe pak më vonë bashkë. Zotit Dreshaj, pra për të kuptuar pak domosdoshmërinë që këto takime, këto samite të përkthehen në iniciativa apo nisma konkrete, kishte të tilla, le themi, shërbeu ky samit për piknisjen e projekteve të cilat marrin jetë menjëherë pas punimeve apo samitit dyditor? Unë besoj po, se vetë fakti kur isha pjesë me delegacionin e bizneseve të Kosovës, kur gjatë tërezave të përbashkëta takimeve B2B, sipas informacioneve nga ona e kompanive anëtare që i kemi, kanë arritur marrëveshje mes kompanive të shteteve të ndryshme shqiptare të diasporës, qoftë me shtetet të Austrisë, Zvicrës, Gjermanisë, që produktet tona që prodhohen këtu të lancohen në tregun e tyre dhe bashkë me ato kompani të cilat janë nga ona e diasporës shqiptare të bashkëpunojnë dhe të furnizohen me produktet e prodhuesve vendor sikur që është Kosova dhe Shqipëria. Pra, filluan me njëherë shkëndijat e para të pozitivitetit për të bashkëpunuar dhe për të lancuar prodhimet
Kosovës dhe Shqipërisë në tregun e Evropës, dhe ky samit i jepi një farë mënyrë si sot populli zemër shqiptarizmit që duhet të bëjë më patriot në aspektin ekonomisë tash dhe të bëjmë më shumë të lidhur se ta mbështetim dhe ta integrojmë sa më shumë prodhimet tona dhe kemi shkëmbime tregtare më të mëdha dhe kemi eksport si ka Kosova dhe Shqipëria në shtetet e ndryshme të botës edhe të Evropës në përgjithësi. Kështu që mendoj që ka pasur nevojë të një samit i tillë dhe mendoj që duhet të organizohet edhe samite të tjera edhe në Kosovë edhe shtete të tjera të cilat janë diaspora shqiptare. Ish dashur mirë po të ishin mbajtë dy mbledhjet e qeverisë, edhe mbledhja e qeverisë e Kosovës edhe Shqipërisë ditën e samitit, të jep një ehon edhe më të madhe, në një lloj parafrimi më të madh skenës politike përpos biznesit që sot dhe tregu i Kosovës dhe Shqipërisë është i afruar jashtëzakonisht mirë. Pra, kur kanë filluar mbledhjet e dy qeverive, kemi pasur, kam qenë pjesë aty në mbledhjeve të para të qeverive, sidomos në periudhën 2015-2016, kemi folur për një vargë barriera mes Kosovës dhe Shqipërisë, dhe atëherë ishte interesante dhe për fat keq që më shumë kishin barriera mes Shqipërisë sa me Maqedoninë dhe Malin e Zi, e pastaj edhe me Serbinë, ndërsa Shqipëria ishte në numër i madh i barrierave të njëpasjeshme. Ndërsa tani kur po flasim e japim këtë intervistë, mund të themi që Shqipëria është mes Kosovës dhe Shqipërisë janë eliminuar pothuajse mbi 85% të barrierave tregtare dhe ka mbetur edhe një numër i vogël i disa barrierave të cilat besoj dhe shpresoj që ditën e vijim Kosova dhe Shqipëria do të jetë një treg dhe nuk do të flasim si dy tregje, por do të flasim për një treg për mundësitë e rritjes edhe më të madhe të konsumit të këtyre dy vendeve. Më vjen mirë që sollet në vëmendje edhe marrëveshjet e firmosura më herët në mbledhjet e përbashkëta që janë zhvilluar midis dy qeverive. Ju thatë që në sajt të këtyre marrëveshjeve që janë arritur, janë eliminuar 85% të barrierave tregtare doganore mes dy vendeve, ndërkohë që ka nisma konkrete, le themi, për të zbutur apo lehtësuar pjesën tjetër që kushtozon shkëmbimet ekonomike, shkëmbimet tregtare mes dy vendeve. Të jemi të sinqertë, në periudhën e fundit të 3 vjeçare, kemi pasur një lloj shkputje të bashkëpunimit mes politikës, qoftë qeverisë së Shqipërisë me të Kosovës apo anasjelltas, kemi pasur nganjëherë edhe mesazhe dhe lufta në mesveti, konflikte politike në mesveti mes dy kryeministrave, por siç e pam këtë samit, ishte një parafrim bukur i madh miqësor mes qeverisë Kosovës dhe qeverisë Shqipërisë, kur kryeministri dhe ministri i jashtëm i Shqipërisë, të dytë zavendës kryeministri në Republikës Kosovës, nuk e quajtën vetëm zavendës kryeministri, por e quajtën edhe miku më i afërt dhe dashamiri i joni edhe i Shqipërisë. Kështu që po mendoj se tani kanë rruar çësia e dy qeverive dhe duhet në të mirë të dy vendeve që të afrohen edhe më shumë, të fillojë ajo tradita me është ky vullneti, meqense po ashtu vut në dukje që 3 vitet e fundit ka një ftoje, le themi, në nivel të marrëdhënieve politike mes dy vendeve. Ndërkohë që si e shihni aktualisht raportin në nivel politike gjithmonë, sepse politika është ajo që inicion pastaj lehtësitë që ndihmojnë ekonominë. Duke llogaritur për periudhat kohore 2015 deri në 2022 kanë qenë raporte tepër të mira, raporte të bashkëpunimit mes dy qeverive dhe unë në atë kohë isha edhe përfaqësues i Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë në emër të qeverisë së Republikës Kosovës dhe gjitha marrëveshjet se cilat atëherë në shkruajshëm kanë gjetur implementim dhe janë eliminuar barrierat dhe po ashtu edhe qeveri tjera që kanë ardhur pastaj kanë bashkëpunuar jashtëzakonisht mirë. Këto 3 vitet e fundit është vërejtur një zbejë e raportit mes Kosovës dhe Shqipërisë dhe njëkohësisht ka pasur mungesë të bashkëpunimit dhe njëkohësisht ka pasur edhe mungesë të dy mbledhjeve për të diskutuar marrëveshjet dhe për të eliminuar ato pengesat të cilat kanë pasur nevojë që të bëhet sa më lehtë shkëmbimi tregtar. Është reflektuar një gjë e tillë tek sipërmarrja? Gjithsesi, do të thotë ajo reflekton te sipërmarrësi, reflekton pastaj edhe te qytetarët e rëndom të këtij vendi, qoftë të Kosovës dhe Shqipërisë, sepse atëherë politizohet edhe mes qytetarëve të dy vendeve, kur kemi politizim mes spektrit politik të qeverisë Shqipërisë edhe të Kosovës. Po për fat mirë po shifet që e kanë kuptuar se nuk bën ndryshe përpos që të unifikohen dhe të punojnë bashkë, dhe njëkohësisht e kanë kuptuar që
sa më e fuqishme tjetë Shqipëria, aq e fuqishme është Kosova dhe anasjeltas, dhe ne kemi kërkuar bazë takimeve që zhvilluam edhe me kryeministrin e Shqipërisë, edhe me ministrat përkatëse, por njëkohësisht edhe me përfaqësuese shteteve tjera, që kemi nevojë që ta mbështesim njëri tjetrin dhe kemi nevojë që të japim mesazh që të konsumohen produktet shqiptare në përgjithësi, sepse duke mbështetur konsumin e produkteve shqiptare, qoftë Kosovës edhe Shqipërisë, ne kemi një zhvillim më të fuqishëm të dy republikave dhe kur kemi të fuqishëm mes dy republikave, atëherë shtetet tona janë përfaqësuesit më të fuqishëm atëherë edhe në arenën ndërkombëtare. Dhe njëkohësisht kërkuam nga dy ministrat e jashtëm që ambasadat e dy vendeve të shfrytëzohen sa më shumë për promovimin e prodhimeve vendore dhe të bëhet një lloj promovimi i zhvillimit ekonomik dhe prodhimeve tona në shtetet e cilat ambasadat tona dhe ambasadat e Shqipërisë ka potencial dhe kanë mundësi për mi lancu dhe për mi promovu në shtetet kur ata funksionojnë. Tani, përpara se të pyes se çfarë përgjigje morët për këtë kërkesë, dua të integrojmë pak edhe Ivin, duke qenë se për një kohë gjatë ke qenë dhe je jashtë Shqipërisë. Shen ndryshime dhe ky transformim ka ardhur për mirë, për keq, pra si e vlerëson klimën, edhe gjithmonë në raport me sektorin, pra inovacionin, edhe investimet në këtë sektor. Se sa e lehtë është? Absolutisht, unë mund të flas më konkretisht për ekosistemin e startupeve, mbasi që në vitin 2024 jam pjesë e këtij sistemi, siç e thash dhe pak më parë, përmes mbështetjes Startup Albanias për vitin 2024, nëpërmjet grantit të vitit 2024, ne arritëm atë vizionin ton, idenë ton ta kthejmë në realitet, pra ta bëjmë një platformë të prekshme, le të themi, dhe është vënë re jo vetëm nga unë, por në anë subjektive nga të gjithë aktorët, qofshin këto të sistemit shqiptar, pjesëmarrësit e startupeve, por dhe pjesëmarrës të tjerë ose startupet të tjera nga diaspora kanë vënë re një frymë dhe një klim të re bashkëpunimi dhe një ekosistem të ri që është shumë i gjallë dhe shumë dinamik për sa i përket startupeve. Në rastin e këtyre sipërmarrjeve, le të themi, sa i rëndësishëm është ndërveprimi? Është baza e funksionimit? Atëherë ndërveprimi ndodh automatikisht. Ka diçka, eksperienca që ne sjellim me vete nga puna e përditshme që ne bëjmë në Perëndim ose në shtetet përkatëse ku jetojmë, që janë aspekte shumë të rëndësishme, siç është organizimi i punës, planifikimi, pragmatizmi, serioziteti i punës, duke kontribuar në sistemin e këtushëm, ne automatikisht i implementojmë dhe në sistemin shqiptar. Dhe anasjelltas ne marrim atë dinamizmin dhe urin, do të thoja në thonjza, që sjell ky komunitet i ri shqiptar, që për të thënë vërtetën në shtetet e Perëndimit, për shembull edhe në Austri, ka humbur disi, ka një rrjet sociale shumë të fortë që i ka bërë njerëzit mos ta challenge-in shumë veten e vet, pra mos të kërkojnë shumë. Ktu ka një uri dhe një dinamizëm shumë bukur. Dhe ky fuzion, më mirë thënë, është një aspekt shumë pikant dhe shumë interesant që besoj se do jetë dhe shumë efektiv afatgjatë. Ndërkohë në Kosovë, zoti Dresha, sa rëndësishme apo le të themi portofoli investimeve që vijnë nga diaspora, çfarë peshe ka? Po, diaspora në përgjithësi do të thotë 1/3 e buxhetit të Republikës Kosovës e pasuron dhe e mbush orkën e shtetit dhe është kontribut jashtëzakonisht i madh diaspora që jep një impuls zhvillimit ekonomik, ekonomisë në përgjithësi, mirëqenies së qytetarëve në përgjithësi, me remitancat e tyre, me investimet e tyre. Ne tani jemi të shikuar të edhe në mënyrën se diaspora mos ta shën në Kosovën vetëm si formë remitances për të ndihmuar mbështetur familjet e tyre, por pse jo për të jetë edhe vend për të investuar. Do thotë deri me tani, nëse analizojmë investimet e diasporës në aspektin e investimeve në biznese, janë jashtëzakonisht të suksesshme, dhe kjo e ka bërë që ato ta bëjnë kombinimin e tyre, duke pasur një eksperiencë në shtetet e cilat veprojnë, edhe janë duke zhvilluar atje, tani me atë ekspertizën e tyre janë duke bartur në Republikën e Kosovës, dhe kjo është duke hapur një rezultat, një frut të jashtëzakonisht pozitiv. Dhe ne i bëjmë apel gjithë diasporës shqiptare që të vinë të investojnë, sepse Kosova tani është një udhkryq i të berit biznes me shtetet e regionit dhe kjo e bën duke llogaritur edhe autostradën me Shqipërinë dhe tani edhe projektin e korridor,
kur porti i Durrësit është një impuls jashtëzakonisht i fuqishëm i ekonomisë për të bërë biznesin në Republikën e Kosovës, sepse është mes Serbisë, Moldovës, Maqedonisë e lidhet pastaj edhe me Shqipërinë. Dhe kjo e bën që Kosova dhe Shqipëria ta shfrytëzojnë këtë potencial që e kanë, duhet ta shfrytëzojnë edhe politikën globale tani që është duke orientuar, dhe unë besoj që të dy vendet e kanë një pozitë dhe kanë një mundësi që vitet në vazhdim të jenë shumë pozitive, e sidomos në aspektin e investimeve dhe të zhvillimit. Ndërkohë, lidhur me kërkesat që ju kishit edhe që i shprehët edhe gjatë punimeve të summitit, çfarë apo le të themi cila ishte përgjigjja që morët, cilat aspekte do të përmirësohen pikërisht për të intensifikuar bashkëpunimin mes dy vendeve? Po, ne pamë vullnetin e dy përfaqësuesve të shtetit qoftë të Shqipërisë dhe të Kosovës që është nevoja që bashkëpunimi të rritet edhe më shumë, të koordinohemi për disa fusha, po për shembull në periudhën e dimrit pse mos të shfrytëzohet sezoni i Kosovës sepse ka bjeshket e pasuritë të veta natyrore, ndërsa të bëhen plotësuese të njëra tjetrës. Njëra tjetrës, kur bashkimi këtyre dyave atëherë mund të jap një mundësi tepër të madhe çdo investori i cili vjen për të investuar. Kështu që unë besoj dhe shpresoj që ditët në vijim do të mbledhen dy qeveritë dhe njëkohësisht ne jemi mbledhur edhe si përfaqësues të bizneseve me dhomat e tregtisë në Shqipëri, po ashtu me AID-n Agjencionin e Promovimit, kemi bërë memorandum bashkëpunimit, kemi vizituar disa ministri për kaset të cilat janë lidhur direkt me bërit të biznes dhe kemi informuar lidhur me reformat të cilat janë duke bërë shteti i Shqipërisë me plotësimin e kriterëve për Bashkimin Evropian, cilat do të jenë ndryshimet e politikave, pastaj edhe fiskale, legjislacionit për të koordinuar së bashku. Kështu që unë besoj që ditët në vijim do të kemi një koordinim edhe me të fuqishëm mes dy qeverive dhe përfaqësuesve të bizneseve, kur do të diskutojmë për modulet me mënyrën e rritjes së këtij bashkëpunimi e mbi gjitha rritjes së shkëmbimeve tregtare mes Kosovës dhe Shqipërisë. Është jashtëzakonisht mirë kur e shoh në tavolinat, në trezat e Kosovës prodhimet e Shqipërisë, por është knaqësi kur dalëm në Shqipëri dhe i shohim prodhimet e Kosovës. Pra, dita ditës Greqia është duke u larguar nga tregu i Shqipërisë dhe Serbia është duke u larguar nga tregu i Kosovës dhe këto produkte janë duke zaventësuar me shqiptarët në përgjithësi Kosova dhe Shqipëri. Edhe në domosdoshmërinë që ju vut në dukje, për lehtësimin e barrierave tregtare, ka një projekt së fundmi edhe nga Ministria e Ekonomisë në Shqipëri në bashkëpunim me Bankën Botërore që bën të mundur modernizimin e infrastrukturës në pikat kufitare, thjeshtimin e procedurave dhe reduktimin e vonesave. Sa do të ndihmojë kjo? Pikërisht kjo është një ndër shqetësimet që ne kemi ngritur, sepse është e padëshëm të presin kontinerat, të presin kamionat me ditë të tëra deri sa të kryjnë procedurat, kështu që është koha që edhe ato duhet të eliminohen. Njëkohësisht kemi kërkuar që duhet të eliminohen edhe ato pritje të cilat bëhen në portin e Durrësit, kur dihet që kontinerat janë dedikuar për tranzit direkt për Kosovë dhe ato nuk kanë nevojë të bllokohen me ditë të tëra edhe në portin e Durrësit dhe besoj që këto pak barrierat të cilat unë ceka në fillim në mbledhjet e dy qeverive shumë shpejt do të kemi eliminimin e këtyre dhe së bashku nuk do të flasim më për barriera, po do të flasim vetëm për rritje të shkëmbimeve tregtare dhe për rritje të çështjeve pozitive mes dy vendeve. Ju thatë që shumë shpejt pritet të ketë një mbledhje të përbashkët qeverie. Pra mes dy qeverive, qeverisë së Kosovës dhe të Shqipërisë, keni sinjale për këtë? Ashtu kemi sinjale dhe besojmë që po, kjo do të ndodhë, do të rikthehet ajo mentaliteti i bashkëpunimit mes dy institucioneve, qoftë Kosovës dhe Shqipërisë. Edhe mbi gjitha për të jetësuar të gjitha marrëveshjet që janë firmosur në mbledhjet e mëhershme. Po, edhe pse nuk po ka mbledhje nga njëherë, këto kanë, sidomos nëse i shohim tash ditët e fundit, kemi vizitat e njëpasnjëshme të ministrave, qoftë Kosovë, qoftë Shqipëri, dhe thotë këto janë para përgatitjet të cilat janë duke u bërë për mbledhjet e radhës, dhe kjo që së bashku të modifikojnë dhe të ofrojnë marrëveshjet e tyre, kur të mbledhet të qeveritë, atëherë të nënshkruan dhe të formalizohen në mënyrë detaje dhe precize mes dy qeverive. Kështu që kemi pasur për shembull ministrën e ambientit në Shqipëri,
Kemi pasur Ministrin e Bujqësisë në Kosovë, kemi pasur vizitat edhe ministrave të energjisë mes Kosovës dhe Shqipërisë, dhe kjo e për një lloj mesazhi i cili do dikon në përmirësimin e të bërit biznes dhe shkëmbimeve tregtare. Edhe nëse flasim me fundit, nëse flasim për sektor të cilët, pra sektor me potencial zhvillimi edhe për investime, në Shqipëri u veçuan inovacioni, turizmi dhe energjia si sektor prioritar, pra sektor me potencial zhvillimi. Në Kosovë, çfarë do të veçonit? Pra, cilët janë ato sektor që janë më premtues, le të themi? Po, në Kosovë është edhe një ndër shtyllat kryesore është turizmi, është bujqësia, prodhimet. Dhe njëkohësisht edhe energjia, prodhimet do thotë e panelave solare, prodhimet e energjisë solare dhe njëkohësisht pse jo edhe përpunimi edhe modifikimi i termocentraleve ku Kosova është e pasur me thëngjell dhe ne tash e dim që edhe nga kriteret e Bashkimit Evropian është duke lehtësuar përdorimi i thëngjillit. Pra ka mundësi potencial që ne të koordinojmë politikat mes Kosovës dhe Shqipërisë, kur ato fusha Shqipëria është përparësi, Kosova të orientohet dikun tjetër, që të orientohen dhe të bëjnë bashkëpunimin e urlidhse mes dy vendeve, sikur që është Kosova dhe Shqipëria. E qartë, mirë, zoti Dresha, unë ju falenderoj për këtë komunikim. Kënaqësi që ishit me ne. Gjithashtu ju përgëzoj për punën që jeni duke bërë. Faleminderit. Mirë, do të ndalemi në pjesën e dytë dhe do të flasim për mjedisin e sipërmarrjeve inovative. Pra, me çfarë përballen sfidat, por edhe domosdoshmëria për rritje, validim, zgjerim. Ka publicitet dhe do të rikthehemi në studio.